Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kjo bimë po i habit edhe mjekët, pastron mëlçin, lehtëson tretjen dhe trajton këto probleme. Ka një erë të mrekullueshme që përshkron çdo hapësirë në të cilën ndodhet. Ajo vishet me aromën e saj dehëse dhe jep edhe një shije fantastike të pjatave, pijeve ose edhe gatimeve të ndryshme. Megjithatë nuk është vetëm një sekret i kuzhinës, por përfshihet edhe si përbërës i sapunërave dhe produkteve kozmetike të ndryshme. Flasim për Nenergjikun ose menten, një nga bimët me erët më karakteristike. Pikërisht fal aromës së saj të fortë, Nenergjiku sot përpunohet në forma të ndryshme për të përdorur në produkte të ndryshme. Një nga format është vaji i mentes, i marrë nga pjesët e lulëzuara dhe gjethet e bimës. Përveç shijes dhe aromës që u japin ushqimeve dhe në kozmetik, ajo mund të ofrojë edhe shumë lehtësime të tjera në shëndetin tuaj. Dhe ekspertët këshillojnë në përdorimin e saj në receta të ndryshme të gatimit ose edhe në produktet e bukurisë. Duke ditur vlerat që do t'i ofrojë shëndetit tuaj, do të bëjë një ndryshim të madh edhe për organizmin. Është me njohuri të mira edhe në trajtimin e disa problemeve të tilla si sindroma e zorrës së irrituar dhe probleme të tjera të tretjes, ftohje zakonshme, dhimbje koke dhe shumë më shumë. Në të njëjtën kohë, vaji mentes rekomandohet të përdoret edhe në mënyrë lokale në lëkurë, me qëllim trajtimin e gjendjeve të tilla si dhimbjet muskulare, dhimbje të kyçeve dhe kruajtje. Në aromaterapi, vaji mentes promovohet për të trajtuar kollën, ftohjen, trajtimin e dhimbjeve, përmirësimin e funksionit mendor dhe reduktimin e stresit. Në sasinë e kufizuar, ka treguar se efekti dobishëm i mentes dhe Nenergjikut sindrom është i mirë kundër sindromës së zorrës së irrituar, duke sugjeruar se vaji mentes në formë kapsule mund të përmirësojë shëndetin e të rriturit dhe gjithashtu të zvogëlojë dhimbjet e barkut të disa persona. Efekti dobishëm i mentes në sistemin tretës është vërtetuar nga fakti se, sipas ullëtimeve të tjera, produkte specifike që kombinojnë vajin e mentes me përbërësit e tij, si vaji i kuminit ose gjethet e mentes, mund të ndihmojnë në lehtësimin e dispepsisë. Megjithatë është vërtetuar edhe efekti pozitiv i mentes si përbërës në produktet e xhelit ose kremit, të cilat aplikohen lokalisht në lëkurë duke trajtuar patologji të ndryshme. Për shembull, një sasi e kufizuar e provave sugjeron vajin e mentes të përdorur në mënyrë topike që mund të jetë i dobishëm për dhimbjet e kokës. Në të njëjtën kohë, një sër studimesh sipas health.com tregojnë se mund të jetë aleat i fortë i grave që ushqejnë me gji, pasi aplikimi i tij në zonat të ndryshme redukton edhe inflamacionet. Një studim i vogël zbuloi gjithashtu për përfitimet e përdorimit të vajit të mentes në reduktimin e spazmave gjatë procedurave të caktuara, të cilat mund të jenë edhe të lehta për të mbajtur nën kontroll me këtë vaj. Në përgjithësi, përdorimi i vajit të mentes konsiderohet i sigurt për sa kohë që përdoret në doza të rekomanduara. Efektet anësore sipas ekspertëve lidhen me simptomat të urthit, të përzira, dhimbje barku dhe tharje të gojës. Atë duhet ta merrni gjithmonë në mbikëqyrjen e një mjeku për të evituar gabimet që mund të bëni nga përdorimi i tij. Nenergjiku i egër është një nga erëzat më të preferuara të stinës, jo vetëm për vlerat mjekësore, por edhe për shijen dhe për aromën që ai do të përcjellë. Gjethet e Nenergjikut ose të mentes janë përdorur që në lashtësi në aromat e tyre të ndryshme që simbolizojnë mikpritjen dhe shëndetin e kuzhinës. Kërkimet shkencore të kohëve moderne vazhdojnë të provojnë që tashmë në ditët e sotme ajo është një bimë mjaft e çmuar e natyrës. Ndryshimet kryesore mes Nenergjikut të egër dhe atij të kultivuar qëndron në faktin se ndryshe nga Nenergjiku i butë i vazove ose në obor, Nenergjiku i egër mund të gjendet vetë i rritur në natyrë dhe ofron më shumë përfitime për shëndetin. Por cilat janë vlerat shëndetësore të çajit të Nenergjikut të egër? Në këtë video do të rëndisim disa nga përfitimet që do të merrni prej tij sipas brejt saj. Është i mirë në largimin e stresit. Çaji i Nenergjikut të egër është aleat i fuqishëm kundër stresit, ankthit, mentoli që gjendet te kjo barishte qetëson muskujt në aspekte fizike, që përkthehet në trup edhe në më pak probleme me ankthin. Përpiquni të shijoni çajin e Nenergjikut në dietën tuaj, kështu do të merrni përfitimet e tij të dobishme kundër problemeve tuaja të ankthit dhe të stresit. Ai është një aleat shumë i mirë i organizmit dhe mund të ndihmojë shumë në këtë aspekt, duke ditur edhe përfitimet e larmishme që do të ofrojë. Nenergjiku mund të konsumohet në forma të ndryshme dhe vetëdijtë që do t'i jap trupit do të jenë të mira edhe në sjelljen e gjumit të munguar.
Nëse pini çajin energjiku përpara se të shkoni në shtrat, atëherë do të bëni një gjumë më të qetë. E gjithë kjo aftësi e këtij çaji vjen nga përmbajtja e mentolit të energjiku. Jo vetëm ai do të qetësojë muskujt, por edhe ndihmon të shikoni edhe ëndra më të mira. Përpiquni të lexoni një libër teksa pini çajin e energjikut. Qëndroni larg televizorit, tabletit ose telefonit. Leximi është një procedurë që ve imagjinatën në punë, ju qetëson dhe ju bën që të keni edhe një pushim më të mirë gjatë natës. Arrit përqendrimin. Keni vështirësi të përqendroheni. Zgjidhja qëndron te çaji energjiku të egër. Një studim i publikuar në revistën ndërkombëtare të neuroshkencës zbuloi se çaji energjiku të egër arrit përqendrimin dhe vigjilencën. Një studim tjetër i Universitetit të Cincinnatit në SBA zbuloi se aroma e energjikut ishte më i rëndësishëm se konsumi i vetë çajit. Kjo aroma arrin të rrisë vigjilencën dhe përqendrimin, madje edhe stimulon kujdesen. Hidhni gjethet e energjikut në një enë me ujë të vluar dhe mbuloni me kapak derisa të zjejë. Mbajeni çanikun në dhomën e ndenjes, kapni kapakun dhe e lini aromën të pushtojë shtëpinë tuaj. Do të ndjeni ndryshimet e para menjëherë. Është i mirë kundër sinuzitit. Konsumi i lëngjeve të ngrohta si çaji i mjaltit mund të ndihmojë edhe në zhbllokimin e rrugëve të frymëmarrjes. Por çaji energjiku të egër është më special, falë mentolit që është një zhbllokues natyral, sidomos ndaj sinuzitit të ftohtit, kollës dhe alergjive. Lëngu i ngrohtë energjiku gjithashtu kuron fytin e lënduar, një nga simptomat me frekuencë të virozave dhe të ftohtit. Nëse vuani nga hundët e bllokuara ose fyti i lënduar, kombinimi i çajit energjikut me limon dhe mjalt mund të jetë një zgjidhje. Nëse keni probleme me stomakun, mund ta shtoni me patjetër në dietën tuaj. Çaji energjikut është një recetë natyrale për disa probleme me stomakun, si fryrjet, gazrat dhe konstipacionin. Qytetrimet e lashta citojnë se ai është përdorur që në kohët antike, madje edhe sot vetë vaji i energjikut përdoret nga ekspertët për të trajtuar një sër problemesh siç janë ato të stomakut dhe të zorrve. Çaji energjikut lehtëson kalimin e gazrave në organizëm, largon të vjellat, zgjidh probleme me diarren dhe konstipacionin. Sugjerohet që nëse vuani nga simptoma të tilla të pini çajin e energjikut për t'i ofruar trupit një sër vetish mbreslënse pozitive në dobi të shëndetit tuaj. Pavarësisht këtyre të mirave që mund të ofrojë, nuk duhet të haruar se çaji energjiku të egër mund të ketë edhe disa efekte anësore. Disa njerëz që janë alergjik ndaj mentolit nuk duhet ta konsumojnë atë. Femra shtatzana duhet të dinë gjithashtu se çaji energjikut relakson uterusin dhe mund të rrisë rreziqet e abortit, dhe nuk duhet ta konsumojnë në këto raste. Çaji energjikut është i shijshëm dhe me vlera për shëndetin. Ai përmirëson shëndetin në disa mënyra, duke nisur nga tretja, ulja e dhimbjeve dhe eliminimi i inflamacionit. Çaji energjikut ndihmon në qetësimin e trupit, trurit, heqjen e erës së keqe të gojës, rënien nga pesha dhe forcimin e sistemit imunitar. Ky çaj mund të ndikojë në konsiderimin e një përmirësimi të sistemit tretës. Mentoli që gjendet në ky çaj është një pjesë e vlefshme e të gjithë strukturës organike të bimës. Çaji energjikut përgatitet thjesht në përmbajtje të gjetheve të bimës të zjera në ujë. Emri shkencor i energjikut është Mentha piperita, një shtartim i mentës së ujit dhe mentës tradicionale. Shqipëria është një nga vendet më të bekuara me këtë bimë. Por cilat janë disa nga vlerat kryesore që do të merrni nga përdorimi i këtij çaji? Ul temperaturën. Pirja e këtij çaji shumë fishon djersitjen dhe mentoli ul temperaturën brenda trupit. Për më tepër, kjo betejë në dyert frontale ul edhe inflamacionin dhe këputjen e trupit që shoqërohet me ethe. Përmirëson sistemin e tretjes. Vaji i energjikut dhe çaji energjikut janë përdorur prej mijëra vitesh për të zgjidhur dhe trajtuar një sër problemesh të tretjes. Çaji energjikut shman gazrat, i nxjerr ato jashtë trupit dhe lehtëson akumulimin e tyre. Çaji stimulon dhe rrit efikasitetin e tretjes, promovon lëvizjen e shëndetshme të zorrve. Ai është një produkt gjithashtu i mirë kundër të vjellave dhe problemeve me frymëmarrjen. Gjithçka që duhet ta bëni është ta përdorni me kujdes dhe brenda normës. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.